shkruan Gjergj Zefi. Sjellja e Donald Trump në raport me Europën dhe çështjen e Groenlandës po konfirmon një model tashmë të njohur të politikës së tij të jashtme. Një qasje impulsive, personale dhe shpesh kapriçoze që i ngjan më shumë logjikës së një biznesmeni të pakënaqur apo sjelljes së një fëmie të llastuar që nuk duron kufizime. Përplasja e fundit me aleatët evropianë, e pasqyruar gjerësisht nga CNN, nuk buron nga një strategji e mirëfillt gjeopolitike, por nga refuzimi i Trump për të pranuar se Europa nuk është as vartëse e shubave dhe as një treg që mund të shantazhohet pa pasoja politike. Rasti i Groenlandës është emblem e kësaj qasje, rikthimi i idesë për ta marrë ose për ta blerë Groenlandën, territor autonom nën sovranitetin e Danimarkës, nuk është thjesht një provokim diplomatik, por një shenjë e një mentaliteti neo-imperial që bie ndesh me realitetin e shekullit 21. Për Trumpin, Groenlanda shihet si pronë strategjike, një aset gjeografik dhe ushtarak që mund të negociohet si një marrëveshje imobiliare, duke ignoruar plotësisht faktin se bëhet fjalë për një territor me identitet politik, me popullsi autoktone dhe me status të përcaktuar qartë në të drejtën ndërkombëtare. Reagimi i ftohtë dhe shpesh ironik i europianëve, veçanërisht i Kopenhagenit dhe Brukselit, tregon se kjo lloj sjellje nuk merret më seriozisht, por shihet si simptom e një krize më të thellë në marrëdhëniet transatlantike. Në të njëjtën kohë, përplasja e Trump me Bashkimin Evropian, qoftë përmes gjuhës nënçmuese ndaj liderëve europian, pasqyron një mungesë të qartë durimi ndaj mekanizmave të diplomacisë tradicionale. Trump kërkon bindjet menjëhershme, duartrokitje dhe fitore simbolike të shpejta, kur këto nuk vinë, reagimi është hakmarrës dhe emocional. Ky stil e minon seriozisht besueshmërinë e SBA-ve si partner serioz dhe e shtyn Europën të mendojë gjithnjë e më hapur për autonominë e saj strategjike, sidomos në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Nga këndvështrimi evropian, problemi nuk është vetëm Trump si individ, por pasiguria strukturore që ai përfaqëson. Amerika që sillet në këtë mënyrë nuk është më aspirant stabiliteti, por faktori pa parashikueshmërisë. Ndërsa Trump e shet Europën si një blok që duhet vënë rresht, Europa po e sheh Washingtonin si një partner gjithnjë e më të vështirë që sot kërcënon me tarifa, nesër me tërheqje angazhimesh dhe pas nesër me ide absurde për cënime territoresh. Në thelb, sjellja e Trumpit ndaj Europës dhe Groenlandës nuk është shenjë force, por pasigurie politike. Liderët e sigurt nuk kanë nevojë të provokojnë aleatët për të dëshmuar pushtetin e tyre, ata ndërtojnë konsensus dhe ndikim afatgjatë. Në këtë prizëm, Trump nuk po shfaqet si arkitekt i një rendi të ri ndërkombëtar, por si një aktor impulsiv që reagon keq sa herë që realiteti nuk i përshtatet dëshirave të tij. Dhe kjo për Europën është një sinjal alarmi. Marrëdhënia transatlantike nuk mund të mbështetet më te humori i një presidenti sa do i fuqishëm të jetë ai.